Agim Doçi, zhgënjimi i poetit. E dia botën shumë të sinqert, dhe veten time një pjesës të saj, por kur zhgënjehesh s'qen ka e lehtë, të ulërinj apo të qaj. U fola njerëzve gjithmonë ndër sy. Kaq hidhur vallë u erdhi vërtet, zhgënjimi i vogël i madh për ty, ndaj thash, ti botë je e padrejtë. Ndaj kërkoj sot, po kërkoj nga ju të gjithë një fjalë të ngrohtë dhe nuk dyshoj, as pak s'dyshoj, nuk ekziston një tjetër botë. Dhe qielli, dhe toka, dhe bora lart në mal, dhe dielli do të thosha, dhe deti plot me val, dhe shiu me gjëmime, dhe era me furtunë, janë pjesë e botës sime, ashtu siç jam edhe unë. Pra njerëz, shumë ju dua. Më doni edhe ju. Të gjitha dashurit shijojni këtu. Dhe flakni tej mërit. Të bëheni më të mirë. Në doni që fëmijët të jenë vërtet të lirë. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Ju lutem, ndihmojeni televizionin ton, do bëhet televizioni i të gjithë shqiptarëve kudo në botë. Sidomos tani që një drejtoresh me origjinë greke është bërë drejtoresh e televizionit shqiptar, për shkakun se ajo përkrahu vjedhjen e zgjedhjeve nga kryeministri shqiptar, dhe ajo ka reduktuar të gjitha emisionet për shqiptarët jashtë atë dheut, përfshi dhe emisionin e veçantë Ura me shqiptarët e Amerikës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në poezi të tjera të mrekullueshme të Agim Doçit, poeti im i preferuar. E them këtë me gjithë shpirt.